Rreth 20 familje nga fshati Kodër-Zgjup në Gramsh dolën në protestë përpara bashkisë, duke kërkuar dëmshpërblim për banecat e dëmtuara prej vitesh. Me pankarta në duar, ata denoncuan zvarritjen e çështjes së tyre për më shumë se 6 vite, por pa marrë asnjë zgjidhje konkrete. Kisha një kërkesë për pushtetin qendror dhe vendor. Sepse fshati Kodër-Zgjup ka dalë i pabanueshëm nga vepra e madhe hidrocentralit e Banjës. Mire bën, por ne nuk po kuptojmë. Gjysma e fshatit u dëmshpërblyese doli i pabanueshëm, gjysma jo. Më kanë ardhur dhe na bashkia më kanë ardhur, më kanë shikuar dhe thonë qysh rokin në këtë shtëpi. Tani me 2 familje, ku na ti merr, mos marr. Si ka mundësi tani? Buzliqeni jam. Se ka ndodhur? Nuk e di, s'na kanë gjetur aty, na që ikim në emigracion, punojmë dom tam. S'firmos gjikundi. Jam banor i fshatit Zgjup, kërkojmë që shtëpitë tona të dëmshpërblen, për arsye se ne jemi në një vend që ka patur gjithmonë probleme. Një pjesë e fshatit kanë marrë shtëpi në qytet, me anën e bashkisë janë stabilizuar, kurse në pjesa tjetër 20 familje sa mund të jenë më tepër është pa. Kur ka filluar hidrocentrali? Hidrocentrali ka filluar 2013 ka filluar. Ka filluar punë? Ka filluar punë. 2013. Ata vini verifikonin, ne për momentin në rrinim ku... Nga 2013 deri në këtë momente, çfarë përgjigjesh keni marrë? Ne kemi marrë përgjigje. Gjithmonë negativ, ka të drejtën hidrovori i ka bërë durat. Ju nuk keni të drejtë merrni të përfitoni asgjë. 7 vjet që tallet me neve. Që kemi ardhur këtu, kemi bërë kërkesë, na ka thonë që do bëjmë 3 palë, vetëm gënjen, jo këtë shtumë, po këtë dirë, asë jo s'ka bërë. Sipas banorëve, dëmtimi i banesave ka ardhur si pasojë rrëshqitjes së tokës, fenomen që ata e lidhin me ndërtimin e hidrocentralit të Banjës. Për shkak të situatës, familjet janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre dhe të përballojnë vetë kostot e jetesës për vite me radhë. Në 2011 ka rënë një tërmet dhe janë dëmtuar disa ndërtesa. Ndërtesat e fshatit janë dëmtuar të gjitha. Kanë ardhur për verifikim nga qendra administratore e komunës Sultit, i kanë vlerësuar ndërtesat të dëmtuara. Është bërë lista, ka ardhur këtu në bashki, nuk dim se sa familje kanë marrë, jam interesuar në bashki për këtë problem, më thanë që janë dëmtuar 27 familje. Në fakt, fshati u dëmtuaj gjithë një lloj, nuk ka një më shumë e një më pak. Problematika jonë është sepse fshati jonë, për shkak të liçenit të Banjës, u cilësua i pabanuar. Shtëpijat na janë prishur për shkak të liçenit. Nuk kemi lënë vend pa kërkuar në të gjitha zyrat shtetërore duke filluar nga këtu deri në Tiranë dhe nuk kemi gjetur zgjidhje. Ne sot jemi mbledhur të kërkojmë drejtësinë tonë. Se hidrocentrale që u ngrit, gjysma e fshatit mori shtëpinë, ne gjysma e fshatit nuk mori. Po pse? Sepse këta planifikuam, më thanë, këta do i japim. Neve nuk keni ju në listë për këtë punë. Banorët akuzojnë drejtuesit vendor të asaj kohe për trajtimin selektiv, duke theksuar se një pjesë e familjeve janë përfshirë në skemën e dëmshpërblimit, ndërsa të tjerët janë lënë jashtë pas një shpjegim. Ata paralajmërojnë se nëse nuk do të ketë reagim nga institucionet përgjegjëse, protesta do të përshkallëzohet. Sipas tyre, hapi i radhës do të jetë zhvendosja e protestës në Tiranë përpara institucioneve qendrore deri në marrjen një zgjidhje konkrete për problemin e tyre.